Historia e mbretit që zhduku macet. Një mbretëri në paqe. Dikur, shumë shekuj më parë, ekzistonte një mbretëri e begat. Tregjet ishin plot, fushat jepnin prodhim dhe njerëzit jetonin në paqe. Në këtë mbretëri sundonte një mbret i fuqishëm, i respektuar dhe i friksuar njëkohësisht. Por si shumë sundimtar para dhe pas tij, edhe ky mbret kishte një dobësi, krenarina. A i besonte se dinte gjithçka, se çdo vendim i tij është i drejtë, se natyra, njerëzit e jeta duhet t'i bindeshin urdhrit të tij. Dhe pikërisht nga kjo krenari filloi një nga gabimet më të mëdha në histori. Urrejtja ndaj maceve. Në mbretëri kishte shumë mace. Ato shëtisnin lirshëm në rrugë, në magazina, në shtëpitë e njerëzve. Macet ishin pjesë e jetës së përditshme. Njerëzit i donin sepse mbanin larg mint dhe brejtësit që shkatronin ushqimin. Por mbreti nuk i duronte. Ai shihte macet si të pista, të padobishme, të rrezikshme. Disa thonë se mbreti i lidhte macet me fat të keq. Të tjerë thonë se ai besonte se macet ishin shenjë rebelimi, sepse nuk i binden askujt. Çfarëdo arsye të kishte, një ditë mbreti mori një vendim fatal. Urdhri mbretëror. Në një mëngjes të ftohtë mbreti shpalloi urdhrin. Të gjitha macet duhet të zhduken nga mbretëria. Ushtarët u shpërndan në çdo qytet e fshat. Macet u ndoqën, u larguan, u vran ose u dëbuan. Njerëzit kishin frikë të kundërshtonin. Askush nuk guxoi të fliste. Brenda pak javësh, mbretëria mbeti pa mace. Në fillim gjithçka dukej normale. Madje mbreti ishte i kënaqur. A i mendonte se kishte pastruar vendin nga një problem. Por, natyra nuk harron dhe as nuk fal. Fillimi i kaosit. Pa mace diçka ndryshoi, ngadalë, në heshtje. Mijt filluan të shtoheshin në magazina, në fusha, në shtëpi. Askush nuk e kuptoi rrezikun menjëherë, pastaj filloi shkatrimi. Grurin e hëngën mint, ushqimi u kontaminua, rezervat u zhduken, ishte një fatalitet i madh. Sëmundjet u përhapën, uria trokiti në dyert e njerëzve, qytetet që dikur ishin plot jetë u mbushën me frikë, dhe mbreti, ai filloi të kuptonte se diçka kishte shkuar, jo si duhet. Pasojat e vendimit, mbretëria hyri në krizë, njerëzit vdisnin nga uria dhe sëmundjet, tregtia u ndal, besimit e mbreti u thye. Këshilltarët i thanë të vërtetën. Macet nuk ishin armiku, ato ishin mbrojtësit, por ishte tepër vonë. Macet nuk ktheheshin dot lehtë. Ekuilibri i natyrës ishte shkatruar. Një vendim i marrë nga frika dhe krenaria kishte shkatruar një mbretëri të tërë. Mësimi i historisë. Kjo histori e treguar në forma të ndryshme, në kultura të ndryshme, na jep një mësim të qartë. Kur njeriu mendon se është mbi gjithçka, ai humbet. Çdo krijesë ka rolin e saj. Çdo ekuilibër është i brisht. Një mbret mund të ketë pushtet mbi njerëzit, por jo mbi ligjet e jetës. Mesazhi final. Historia e mbretit që zhduki macet nuk është thjesht një tregim i së shkuarës, është një paralajmërim për vendimet që marrim pa menduar, për arrogancën që na verbon, për pasojat që vijnë gjithmonë, dhe edhe kur vonojnë, sepse ndonjëherë armiku që përpiqemi të zhdukim është pikërisht ai që na mban gjallë. Prandaj të kemi kujdes ndaj kafshëve dhe të mos ju hyjmë atyre në hak, por të kujdesemi për to, sepse secila kafshë ka rolin e vet në habitat në shoqëri.